Prej 4 ditësh vazhdon lufta me zjarrin në parkun kombëtar të Lurës së Bashkia Dibër. Zjarri ka marrë për masa të mëdha ndikuar nga era e fortë dhe dënësia e madhe e bimësisë në këtë pyll me pisha, ndërsa bëhet me dije se fillimisht kanë qenë 6 vatra aktive, duke i dhënë flakëve shtrirje në një sipërfaqe të gjerë. Drejtori i mbrojtjes nga zjarri dhe shpëtimit në Dibër, Latif Alku, thot se efektivët zjarfikës po punojnë për krijimin e një perimetri për izolimin e flakëve që të mos ju afrohen zonave të banuara, duke ju bërë thirrje qytetarëve të tregojnë kujdes dhe të mos ndezin zjarre. Puna jonë gjatë këtij 4 ditori është përqendruar për të shpëtuar banesat që të mos rrezikojnë banesat nga flakët. Aktualisht janë 2 vatra të shkputura. Vatra fillestare zjarri ditën e parë ka pas 6 të vëna të qëllimshme. Gjej momentin dhe rastin të bëj thirrje komunitetit, sidomos komunitetit të Lurës, kujdes me zjarret, mos na e prishin natyrën e bukur që na ka fal Zoti. Edhe një zjarr sado i vogël mund të bëj dëme të mëdha. Në terren për shurjen e zjarrit janë rreth 320 forca, punonësit e bashkisë, të zonave të mbrojtura, ushtria dhe policia e shtetit. Për shkak të terrenit të vështirë, po operohet nga ajri me 2 helikopterë dhe prej 14 gushtit në Lurë ka qëndruar edhe një ambulancë me staf mjekësor për shkak të pranisë së madhe të tymit. Raportohet se një person përfundoi në spital me shenja asfiksie, por fatmirësisht pa rrezik për jetën.